Përshëndetje YouTube-i, si jeni? Tani, unë sot e kam hapur një super ndryshim blogun, sepse më në fund bona flokët qeri dhe sot kam kuptu që sa shumë shkoka kjo ngjyra me një nuancë të kuqe. Domethënë nuk është e kuqe, është tamam qeri, është si ato qeshijat që janë si në vishnje. Dhe është një ngjyrë që sipas kam ne deri tash po e provu. Besoj se fytyra ime tregon se sa e lumtur jam dhe se sa më pëlqen, është perfekte. Nuk e di pse s'e kam provu asnjëherë deri më sot. Po më mirë vonë se sa kurrë. I bona më pëlqejnë shumë. Domethënë ja vleti ajo pritja ose ato proceset që para që bona, siç e mani menu, sepse këto flokët janë fantastike. Nuk e di, domethënë kjo ngjyra është një mrekulli, është fiksi ato se unë për shembull kur kam pas shku e vogël, që kam pas shku me mamën për parukeri, kanë pas ato katalogjet parukeret me ato flokët kështu që kanë qenë si shembuj që të zgjidhje çfarë ngjyre e don, që rrinin kështu ato flokët. E mani me besoj ju. Prit, kam paset kështu, këtë lloj forme. Dhe zgjidhin ngjyrat mamat e tona se si donin t'i bonin dhe unë ato e kam pas fiksim. Fiksi ato ngjyrat kanë dalë, si ato shembujt në për katalogje, ka kjo nuanca, kjo ngjyra ka një shkëlqim të papam, që nuk duket aq shumë në kamera sa ç'është me vërtet. Si di, jam të lutë menç, rri vetëm shoh vetëm pasqyrë, aq shumë pëlqejnë dhe nuk ma kishte shku, nuk kishte shku me ja kurrë që mu do më shkojnë flokët me nuancë, domethënë tek familja e të kuqes. Do s'do ke e kuqa është, edhe pse është më errët, është në qeshi, është si di, më pëlqejnë shumë. Kiara ka bën një punë fantastike. Për gjithë ju që më keni pyet, domethënë ajo pjesë që nuk e di, nuk e njeh, sepse në përgjithësi Kiarën e njohin gjithë ndurrës, do ju lej emrin e parukerisë të asaj këtu dhe emrin e Instagramit që t'i shkruani, është e papame. Domethënë nuk ka gjë që nuk arrin. Sidomos për bjondllikun, është, unë them është njëshi në Durrës. Po këtë ngjyrën time herë nuk e di. E ka bë krye vepër këtu. Nëse mos flas më për veten time se po linam. Doja t'ju tregoja pak këto pijet që kush jeton në Gjermani besoj se i dini ka pa. Këto mi solli mami nga Gjermania, ku ishte tani me babin. Janë ujë me shije të ndryshme frutash dhe me pak gaz. Janë, nuk e di çfarë them, sa pin këto të duket sikur je në verë, sikur ka ardhur tamam vera, dhe aq shumë e kam shiju sa që nuk di çfarë t'ju them. Do t'i them mamit që sa herë të shkoj në Gjermani ose po shkova vetë o kohë, do ma patjetër si këto, se unë këtu kene nuk kam pas si këto. Po që e kanë jashtë maset mira. Tani, unë këtu kam një pako. Kam një pako me disa gjona. Janë, domethënë është bashkëpunim. Për mendimin tim është një nga bashkëpunimet më prestigjioze që kam pas, sepse bëhet fjalë për një faqe që ka super produkte. Dhe unë do lej emrin e faqes patjetër që të shkoni ta shihni, dhe ka make-up-e, domethënë gjëra përgjithësi për femrën, nga më të ndryshme dhe nga firmat më të ndryshme dhe më të kërkuar për momentin, dhe janë 100% origjinale. Domethënë e din që të paktën i merr pa frikë. Unë ajo vajza më tha zgjidh çfarë të dush. Unë kam zgjedh një produkt dhe ajo më ka sjell 2. Faqja ka emrin Luna Cosmetics dhe siç u thash ka çdo gjë për sa i përket make-upit. Për ju gocat që i adhuroni make-upet e mira, sepse për mendimin tim më mirë është blem më pak po t'i kemi të një cilësie të mirë, sepse nuk luhet me fytyrën tonë. Luna ta keni të sigurt që ka produktet 100% origjinale dhe pa hile. Ka brandet nga më
të kërkume me emrat më të mëdhenj për momentin. Si fillim t'ju tregoj një herë paketimin. Ky është produkti që unë zgjodha. Ja shikoni dhe sepse këtu ka vendos një si tip mini kartoline që është shfaqet faqja e vet e Instagramit. Kështu është emri, por gjithsesi unë do u lej dhe diku këtu. Dhe këtu janë të shfaqura disa nga produktet që ka. Po gjithsesi ju sugjeroj që të hyni ta shikoni. Tani t'ju tregoj ka zgjodha unë. Kush më njeh mirë e di në kupton që unë diçka të tillë do zgjidhja. Do zgjidhja lip gloss, buskuq, sepse unë mbaroj për pjesën e buzës. Jam njëri që kudo që shkoj kam qef që të lyj buzët, ndoshta edhe në evente shumë që mund të jenë të rëndësishme për mua, unë preferoj që të lyj vetëm buzën, shumë rrallë lyhem komplet, vetëm kur është në një fejes, në një ditëlindje shumë e rëndësishme, në një dasëm. Po për shpirt kam qef të lyj vetëm buzët dhe zgjodha këtë setin. Këtë firmën besoj se e njihni të gjitha, sepse për momentin po bon namin. Dhe tani t'ju tregoj se ç'a ka brenda. Ka një lip gloss me xixa dhe një buskuq të vogël mini, që këto të hynë shumë në punë kur je tip që udhton shumë dhe të duhet make-upi i mirë me vete. E merr këtë dhe je e nderume e respektume. Nuk xen fare vend, ngjyra është fantastike. Ja, gjithsesi unë do ta provoj që t'ja u tregoj tamam. Është kjo. Ka një super paketim dhe ngjyra e vet buskuqit nga jashtë është shumë e bukur. Ka këtu dizenjon e emrit të brandit dhe t'ju tregoj edhe të preferumen time, që është ky lip glossi me këto xixat fantastike që unë i adhuroj. Do të thënë pa e provu akoma dhe e shoh që do jenë xixat e preferume për momentin, sepse ka nuk e di se sa ngjyra, por do ta provoj dhe do ta shikoni dhe ju se si duket në buzë. Po kombinimi është perfekt. Kjo me këtë kuptohet që është super kombinim. Tani unë po e provoj pak dhe si fillim do t'i bëj ca foto setit dhe pastaj ta provoj. Falni një minutë. Sa po i bona një 2 foto setit që ta kem për Instagram dhe tani do t'i provojmë. Po si fillim fshi pak buzët, sepse më ka ngel pak nga konturi që kisha shpar, që të duket tamam dhe t'ja u tregoj fiksi që është. Dhe besoj se do më shkojnë shumë me flokët e reja. A keni edhe një gjë si e kam unë për shembull kam një si tip fiksimi që kur blej këto buskuqet e ri që kanë këtë shkëlqimin kur janë të pa prekme fare, më vjen shumë gjynaf t'i përdor, nuk e di pse. Janë shumë perfekte kështu pa përdor, po ç'a t'i bëjmë tani? Po si përdorëm nuk i shijojmë dot. Kështu që më vjen keq. Ka goxha produkt për aq e vogël sa është. Si për travel size që është, ka goxha produkt. Tani ta provojmë. Është kremoze, nuk është
nga ato që janë kështu 100% mat dhe shumë mirë sepse mu nuk më pëlqejnë 100% mat. Dikur i kam pas pëlqy, po tani jo më. Shumë ngjyrë e bukur, tekstura shumë e mirë, është goxha kremoze, nuk ngjit në buzë dhe nuk lëshon shumë në dorë. Dhe ka një aromë shumë të mirë. Pëlqen shumë. Kjo definitivisht që do futet tek çanta që unë e maj gjithani me vete dhe sidomos në për udhtime. Wow, sa më shkoka dhe me flokët e reja. Tani, mi që këto i kam të lyme, do provoj t'i kaloj një shtres dzicë dhe pastaj do provoj dzixat pa buskuqin poshtë. Ta hapim këtë. Fokuso. Ky set pas ka aromë fantastike. Ja dhe dzixat shumë bukra. Ta fshi pak fuqën që mos të ngeli kjo ngjyra. Dhe tani ta provojmë vetëm shkëlqysin pa buskuq poshtë. Okej, të pide pak shumë. Tani provojmë vetëm shkëlqysin. Nuk e di sepse vdes më rema shkëlqysve. Tjetë për mu, unë rri gjithë ditën me shkëlqys. Në ngjyrë shumë, si ta them tash unë ty, si t'ja them ju, si t'ja shpjegoj tani unë ju, është një ngjyrë shumë neutrale, ngjyrë si shampanjë, por që ka xixa jashtë masetimta që i ka të gjithë ngjyrave. Domethënë, ky është shkëlqys që ta vendosësh në çfarëdo lloj baze poshtë, do dalë jashtë mas e bukur, sepse duket që do shkojë me të gjitha dhe e di që do maj shumë, do qëndroj shumë sepse firma flet vet. Ja, siç ju thash, jam super e lumtur për produktin që mora bashkëpunim dhurat dhe me faqen që bashkëpunova. Gjithsesi besoj se ju do shkoni ta kontrolloni, do t'i bëni follow dhe do t'i shikoni dhe do ta shihni edhe vetë që nuk po ju rrej pra si gjë, sepse unë nuk jam tip që do bëj reklama vetëm për bashkëpunime. Unë pa e provu vetë, pa më pëlqy vetë, nuk flas dot. Domethënë nuk jam njëri që këtë gjë ta keni sigur, domethënë që çfarë do ju t'ja u tregoj, çfarë do ju sugjeroj, do ju tregoj me vërtet nga zemra. Tani, përveç kësaj që ju tregova, setit, ajo goca më ka sjell dhe ku e kesh? Dhe një set tjetër që unë nuk e dija. Ma kishte fut surprizë, për atë e dija, ndërsa për këtë jo. Është një set për kujdesin e fytyrës, që me sa po shoh unë ka këtë furçen me këto fijet e buta,
Ka dhe sponxhin për fytyrën, po atëherë këtu thot që ka një blush me 2 funksione për fytyrën, ka body clean brush, do me thënë ka dhe fuqe për pastrimin e trupit, ka dhe makeup sponge, do me thënë, sa po kuptoj unë, kjo është fuqa për pastrimin e fytyrës me të dy anët, kjo është sponge për make-upin dhe këtu është fuqa për pastrimin dhe trajtimin e zonave të ndryshme të trupit, por që gjithsesi unë do ta hap dhe do ja u tregoj. Atëherë, kjo është fuqa me të dyja anët, me fije të buta dhe kjo që është si me silikon. Bëm dhe pak ASMR. Shikoni sa e bukur është. Ky është sponxhi i make-upit, super i butë. Dhe kjo është fuqa për pastrimin e thellë të lëkurës së trupit. Edhe kjo është me fije silikoni. Tani qa ka këtu? Duhet të dhe kjo në gjo, kjo këtu. Se ka një diçka këtu, po se kuptoj. Aha, shiko, këtu fut si duket shampo për trupin, e mbyll dhe kjo një që ta pastron po ta lan, këtu del pasaj shampoja, që ka shumë interesante kjo, nuk pas kam pasi kjo. Dhe ka dhe këte pjesën që ta varësh në ndonjë zonë dushit ose aty ku majmë ato kremat e skincare-it. Shumë e bukur dhe që kanë ngjyra që kombinohen shumë bukur me njëra tjetrën. Shumë set i bukur dhe ky. Dhe e falenderoj nga zemra Luna Cosmetics dhe vajzën që unë fola, sepse përveç bashkëpunimit folëm dhe për disa gjona tjera dhe u dukte që ishte njëri shumë i mirë. Të falenderoj shumë. Shpresoj që puna jote të duket, produktet e tuaja të kuptohen se sa të mira janë dhe shpresoj të kemi bashkëpunime tjera dhe paq sa më shumë sukses në atë punë që ti ke marrë përsipër. Sepse si më thënë, të marrësh një super furnizim me këto brende nuk është gjë e vogël, sepse dihet që nuk është se kushtojnë pak dhe shpresoj shumë që të kesh sa më shumë sukses. Tani, unë nuk e përfundova këtu, sepse më ka edhe një pako tjetër, dhe sot që ka dita e buzëve, sepse dhe kjo pako që më erdhi është për buzët, dhe do bëjmë dhe një si tip eksperimenti bashk, të provojmë nëse ky produkti me vërtet e bon punën ashtu si që po reklamohet. Pakoja është nga Buza, duket se ka emrin, do shkoj ta kontrolloj dhe t'ju tregoj. E kontrollova dhe Buza u gjunte, Buza Beauty. Besoj se shumë për jush do e kenë pa, do e ke dalë në Instagram. Dhe tani unë do ta provoj këtu bashkë me ju, sepse ky është një produkt që thojnë që bën mrekulli tek volumi i buzëve. Është faqe, më duket se kosovare, po kosovare është. Dhe për momentin po bën namin dhe thash me që jemi dhe me që më erdhi kjo pakoja ta
Provojmë bashk. Më vjen shumë keq që do fshikte super shkëlqysin tani, po që do bëjmë, duhet provoj edhe këtë tjetrën. Që ta shohim bashk këtu. Okej, unë tani jam e përgatitme që do më përcollohet buza, po nuk kam që të bëj sepse këto shkëlqysët që janë me efekt plump, normale që duhet të djegi buza që të skuqet e të fryhet pak. Dhe ky duket që s'është pak si i frikshëm si produkt. Duket që do më djegi dhe do më djegi mirë. Tani, shikoni si e ka këtë aplikatorin, fillim. E ka kështu të butë, edhe që e ka kështu si silikon, dhe shtypet këtu poshtë, që të nxjerrë produkt. Ja. Fiksojni se si i kam buzët tani, që ta shohim sa do më rritën. Filloj efekti që tani si ka mundësi ka shpejt. Sa di që ka kjo? Di që ka jashtë masë shumë. Tani, duhet presim një minutë, 1-2 minutë, sa të bëj punën kjo, e sa të lotoj mirë. Të di që ka shumë. Po më duke se është duke po punën që të shi. Që ka të meshme. Po e kuptoj që ka goca efekt. Sepse po më djek në atë mënyrë sa që si spec, që ka si spec i kuq. Jo, nuk u duro ka kjo. Kjo që ka të meshme. Tani kjo duket që punën e bon, dhe po e bon shumë mirë, sepse po i ndje që po fryhen, po nuk po i duroj dot. Pas ka një dhimje që nuk do i kisha duroj dot, për me më fry buzët që të di që ka në shpirt, dhe unë do ta fshi, po ta keni sigur që kjo punën e boka, ja, besoj se e kuptoni, po unë nuk e duroj dot. Ja, nuk është normale që të djegi kaq shumë. Për zotin, edhe pse e fshiva, ashtu më djegi ashtë masë shumë prap. Jo. Tani, o kam hedhë shumë produkt, ose kjo kështu djeg normalisht, po në qoftë se të djeg gjithmonë kështu nuk e përdor dot. Jo, nuk e përdor dot. Po kështu t'i bëka shumë bukra. Tamam si të bome. Nga gjithë produktet, nga gjithë lip glossat që janë me efekt plump që unë kam provu, kjo është ajo që bëka efektin më të shpejt dhe më të shumët. Ti fryka shumë buzët, po tani u jam tipi s'duroj do t'unë shumë dhimje, ose ju thash mund të kem edhe më shumë produkt se ç'duhet dhe unë nuk e duro kam dot. Ju betohem që një që s'ka nevojë se ju po e shifni vetë, po më i ka fry aq shumë, sa që mu po më duket sikur sa po kam dal nga këto klinikat që bëjnë buzët. Si ka mundësi që një shkëlqys t'i bëj buzët kështu? Çuditshme. Dhe akoma nuk më ka ikë ajo djegja. Sado që e fshiva 100 herë, dhe buzët po më përvëlohen. Për gosat që dun që të kenë i qik më shumë volum tek buzët, më mirë mos shkoni me i bo, bleni buzën, se po e shifni vetë që efekti paska. E u super sugjeroj për ju që mund ta duroni si djegje, po gjithsesi unë do ta provoj edhe një herë tjetër, një nga këto ditë, me më pak produkt, se më duket se i holla më shumë se ç'duhet, që po më djeg kaq shumë. Po bukuria dhemb, për qenë
ti nxirr ka shumë bukur, nuk e di sa man, po efektin e ka 100% siç e tregojnë. Tani unë po iki, po e mbyll për sot, sepse është e shtunë dhe po shohim bigun, po mpret Lori dhe Çuni, dhe kismet shifemi nesër. Dhe ju falenderoj shumë para se ta mbyll për sot. Do t'ju falenderoja shumë për komentet e mira, për ato urimet që më keni sjellë për Çunin, që Çuni të bëhet mirë dhe që më qetësut shumë me ato komente që më sollët. Çuni është më mirë, në fakt doli me bajame të qelbuzuara, po është më mirë sepse i fillom antibiotikun dhe sot shqyqyr Zotit ka qenë më mirë me ushqimin dhe jam shumë e lumtur. Besoj se duket dhe kështu. Ika pra, shifemi kismet nesër, ju puç.
Ta hapim?